Një ditë më parë, ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e qeverisë Edi Rama se ka shpërblyer vajzën e bashortës së tij si këshilltaren e vet me 600.000 euro. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa u shpreh se kjo shumë është pagesë papunësie për 12.000 familje të varfra. Me 600.000 euro, Edi Rama mund të kishte siguruar ujë të pishëm për 2.000 banorë duke ndërtuar një ujësjellës. Me 600.000 euro mund të kishte rregulluar 5 kilometra rrugë dytësore ose rrugë fshati që u shërbejnë mijëra banorë. Por Edi Rama ka zgjedhur që me një dorë 600.000 euro t'ia japi firmës ku punon vajza e gruas së tij. Prandaj nuk ka para për investime, prandaj nuk ka para për ujësjellsa, për rrugë, për vende pune, për të luftuar varfërinë, sepse paratë e shqiptarëve me Edi Ramën janë të destinuara për korrupsion, janë të destinuara të vide. Kjo është fatura e korrupsionit për qytetarët. Paratë shkojnë në llogaritë e familjarëve të kryeministrit, ndërkohë që shqiptarët kërkojnë ujë, rrugë, kërkojnë punë.